Përshëndetje për të gjithë, faleminderit për pritjen tuaj për një kohë të gjatë dhe për durimin. Siç e dini, sot kishim një takim të përbashkët me kryetarët e të gjitha partive parlamentare të përfaqësuara në kuvend përpos njerëz. Gjatë këtij takimi, i cili është ftuar në përputhje me obligimin tim kushtetues që t'i konsultoj partitë parlamentare, diskutuam për një sër çështjes. Kryesorja natyrisht ishte obligimi në bazë të nenit 95.4 e Kushtetutës që këto konsultime të ndodhin para caktimit të mandatarit tjetër, dhe diskutuam në rrjedhë të kësaj, në qoftë se dikush nga partitë politike që ishin të ulara rreth asaj tavoline e kanë shumicën e nevojshme për të krijuar qeveri apo jo. Besoj i keni dëgjuar përfaqësuesit e partive politike rreth qëndrimeve të tyre. Ata disa kishin qëndrime që nuk mund të krijojnë shumicë, kishte edhe qëndrime që dëshirojnë të takohemi sërish për të parë mundësinë e propozimit të një mandatari të ri. Megjithatë, ju e dini që sipas Kushtetutës, institucioni presidencës i ka 10 ditë deri në marrjen e vendimit në qoftë se mandatohet mandatari i dytë apo jo. Ky afat ka dhënë deri me datën 5 nëntor. Deri me atë datë, unë do të komunikoj sërish me kryetarët e partive. Jo domosdoshmërisht do të mbaj takime individuale me secilin, sepse ka disa që mendojnë që tashmë është ezauruar çdo mundësi, por megjithatë do të jem në komunikim me ta. Dhe kushdo që ka gatishmëri që të takohemi sërish për të parë përfundimisht se a ka mundësi për caktimin e mandatarit tjetër apo jo, unë do t'i pres në takim. Siç e dini, aktgjykimet e gjykatës kushtetuese kanë lënë në diskrecion të presidentës çështjen e mandatarit të dytë dhe ky diskrecion do të shfrytëzohet pra përgjatë ditëve në vijim para vendimit final, që më së largu do të jetë me datën 5 nëntor, por gjithsesi para se të skadoj afati kushtetues lidhur me caktimin e mandatarit tjetër. Tani në rast, a do të ketë propozim për mandatar tjetër apo jo, është çështje e partive politike të përfaqësuara në kuvend, sepse siç ju thash kishte qëndrime jo unike, pra nuk kishte unanimitet të plotë rreth asaj se a mund të ketë mandatar tjetër apo jo. Çështja e dytë që e kam ngritur është në qoftë se mund të gjejmë një rrugë përpara me dakordim të partive politike për procedim të buxhetit dhe planit të rritjes, një instrument i Bashkimit Evropian nëpërmjet cilës Kosovës i jipen mbi 800 milion euro dhe sa më shumë që kemi vonesa, aq më shumë ne mund të humbasim qasjen në këto fonde. Dhe ai dokument kërkon ratifikim prej 2/3 në kuvend. Nuk ishte gatishmëri nga një numër i madh për procedim të buxhetit i cili sot ishte miratuar nga qeveria. Megjithatë, unë propozova që të shiqoj mundësi tjera kushtetuese dhe një prej tyre është që të miratohet zgjatja buxhetore, pra që nuk është buxhet i ri, por është zgjatje e buxhetit të vjetër në mënyrë që spaku deri me 31 mars 2026 qytetarët tanë mos të përballen me një situatë ku nuk kanë paga dhe nuk kanë mirëqenie. Dhe kjo do të ishte një situatë pa precedent, një situatë jashtëzakonisht e rëndë, sepse një numër i madh i qytetarëve tanë varen dhe mirëqenia e tyre, mbijetesa e tyre varet pikërisht nga paga që e marrin në fund të muajit. Dhe në qoftë se pastaj pas këtyre zgjedhjeve potenciale nuk ka institucione shumë shpejt, atëherë mund të mbesim pa buxhet në tërësi. Rrjedhimisht propozimi im ishte që të gjejmë rrugë përpara, kishte aty shqetësime rreth procedurave, prandaj edhe propozimi im ishte që sipas nenit 79 të Kushtetutës, që në qoftë se ata nuk dakordohen që këto të inicohen si nisma legjislative nga qeveria, atëherë atë detyrim ta marr unë dhe si presidente t'i procedoj edhe zgjatjet buxhetore edhe planin e rritjes si ligje në kuvend, meqense nuk i kam kompetencat e kufizuara, dhe një gjë e tillë njihet si e drejtë e presidentës sipas nenit 79 të Kushtetutës. Kjo çështje nga disa u shqyrtua, do të jem në kontakt me partitë politike në ditët në vijim për të parë nëse ekziston një mundësi e tillë që të procedojmë sipas kësaj metode në mënyrë që të parandalojmë
një krizë e cila është e mundshme. Dhe është e mundshme për shkak se ne kemi parë nga zgjedhjet e shkurtit, ka zgjatur shumë certifikimi, pastaj ka zgjatur shumë konstituimi, gjykata kushtetuese akoma nuk e ka sqaruar çka nëse një kuvend nuk konstituohet brenda 30 ditësh. Pra mund të kemi situata kur kemi zgjatje, stërgjatje dhe mund të mbetet vendi pa buxhet dhe qytetarët tanë pa mënyrën e vetme të mbijetesës që i kanë pagat e tyre. Kam diskutuar edhe për propozimin e buxhetit të RTK-s, nuk kam dëgjuar ndonjë qëndrim nga partitë politike, mirë po kam shprehur gatishmërinë e plotë si presidente që për të tejkaluar problemet procedurale që dikush aty i përmendke, që si presidente ti procedoj ato si nisma legislative, sepse s'ka asnjë kufizim as kushtetues as ligjor rreth kësaj. Dhe pastaj aty duhet të gjendet edhe mundësi që të krijohen komisionet parlamentare. Për mua ato shqetësimet se kush e udhëheq një komision sot dhe kush e udhëheq nesër janë totalisht të paarsyeshme, sepse edhe ashtu nuk ju bjen shumë gjatë, mund t'ju bijë një javë a dy, dhe nuk ka asnjë arsye se kush i udhëheq komisionet, përderisa kjo shfrytëzohet si një mundësi fleksibile që të kalohen në seancë parlamentare edhe vendimet për zgjatje buxhetore dhe vendimi për planin e rritjes eventualisht edhe vendimi për RTK. Natyrisht ka edhe shumë vendime të tjera në interes qytetarëve, por shpresa ishte që mund të ketë reflektim nga partitë që këto t'i zgjidhim si probleme dhe pastaj me njëherë të procedohet me zgjedhje në rast se nuk ka mandatar të dytë. Po e them në rast se, për shkak se kryetari i lëvizjes vetëvendosje, njëkohësisht kryeministër në detyrë, ka kërkuar që të më takoj edhe njëherë para se të skadoj afati 10 ditor, që është për caktim të mandatarit të dytë, dhe pas konsultimeve që i ka brenda partisë politike që e përfaqëson, do të vi me propozim apo jo është çështje e tyre, mirë po ne kemi detyrim kushtetues që t'i respektojmë ato afate. Pastaj nëse ka propozim për mandatar të ri, atëherë hyn në shprehje dispozita të reja kushtetuese dhe afate të reja, por megjithatë nëse nuk ka qeveri, dihen edhe ato pastaj janë 30 deri 40 ditë për mbajtjen e zgjedhjeve. Pra pak a shumë këto kanë qenë disa prej temave, është fat i keq për Kosovën dhe gjithë qytetarët që nuk kemi arritur, konkretisht partitë politike të përfaqësuara në kuvend nuk kanë arritur që të konsolidojnë, konstituojnë gjitha institucionet përfshi edhe qeverinë, dhe ka kaluar një kohë e gjatë, e humbur, dhe bashkë me kohën kemi humbur edhe shumë mundësi për vendin tonë, kështu që si presidente do të angazhohem që të respektohet kushtetuta në përpikmëri, por një gjë që është shumë e rëndësishme ta dini është aktgjykimet e gjykatës kushtetuese thonë që presidentja duhet të bëjë çmos që të evitojë zgjedhjet. Pra ky është detyrimi i presidentës. Partitë politike i kanë qëndrimet e tyre, dikush dëshiron sot, dikush nesër, dikush pas nesër të shkojnë zgjedhje, por detyrimi i presidentës është tjetër. Detyrimi i presidentës është që të bëjë çmos që të evitohen zgjedhjet. Ta detyrim duhet ta kryej në përputhje të plotë me kushtetutën, prandaj do t'ju lusim për durim edhe për shumë pak ditë derisa të sqarohen të gjitha rrethanat rreth caktimit të mandatarit të dytë. Urdhroni. Do t'i marrim pyetjet tuaja, vetëm ju lutem me ran. Përshëndetje presidente, Idal Gola nga A2 CNN. Shpesh edhe ju jeni në përfundim të mandatit, muajit të fundit dhe mandati i presidentit ka fillu të përmendet edhe si mundësi për zgjedhjet e tjera të jashtëzakonshme. A ka pas diskutime për postin e presidentit në takim dhe a keni ju pretendime për një tjetër mandat në këtë post? Kjo çështje është ngritur nga disa prej pjesëmarrësve për të paralajmëruar një situatë me të cilën edhe mund të ballafaqohemi si vend. Pra ta zëm ka zgjedhje në dhjetor, pastaj merr disa muaj kohë derisa ti kemi institucionet, edhe kuvendin edhe qeverinë e zgjedhur, dhe pastaj sapo ta kemi potencialisht një qeveri, menjëherë në mungesë të një kuorumi prej 2 të tretash, menjëherë vendi detyrohet të shkojë në zgjedhje të reja, siç parashihet me kushtetut për shkak dështimit të zgjedhjes së presidentit. Një situatë e tillë u përmend, pak a shumë për me paralajmëruar që mund të kemi 2 palë zgjedhje në 3-4 muajt në vijim, që është një situatë e rëndë, jo vetëm për KQZ-n si institucion që do të sfidohet me këto situata, por edhe si një situatë ku qytetarët
Fatkeqësisht për një periudhë të gjatë i bie që mos t'i kenë institucionet e veta me kompetenca të plota kushtetuese. U diskutua edhe mundësia që të kemi zgjedhje të drejtë për drejtë të institucionit të presidentit nga populli, mundësi që unë e përkrah plotësisht dhe kam përkrahur që nga viti 2010 e tutje. Sidomos ju e dini ka qenë një periudhë kur i patëm përgatita mandamentet kushtetuese, të cilat pikrisht këtë mundësi e patëm para pra zgjedhje e drejtë për drejtë e presidentës dhe pastaj evitohen zgjedhjet nacionale. Sepse nuk ka asnjë kuptim që spaku nuk ka kuptim funksional, po flas, që për shkak të dështimit të zgjedhjes së presidentës të shkohet pastaj edhe në zgjedhje për parlament edhe në zgjedhje për qeveri, dhe atë për një parlament e për një qeveri që me siguri me mezi do të konstituohet, si që pam nga kjo praktik. Pra ishte një mundësi, unë pash një vullnet goxhat madh nga një numër i madh i partive politike, që të shkohet me zgjedhje drejt për drejt nga populli, që si që tash është një instrument që unë e kam përkrahur për gjatë gjithë karrierës sime politike, mendoj që është mënyra më e mirë, sepse zëri i popullit është ai që nuk gabon kurrë. Dhe do t'ishte mirë, po si që e deni kërkohet ndryshimi kushtetutës për diçka të tillë dhe kërkohet shumicë dyfisht. Është sfiduese, por jo e pamundur. Për pretendime flasim pak ma vonë, njëherë t'i kemi këto institucione tjera. Leonita Bajrami, Top Channel. Presidenta a ka dorëzu kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ndonjë dëshmi ose a duhet të dorëzoj ndonjë dëshmi sa i përket edhe mandatimit edhe për një herë tjetër për formimin e qeverisë, çfarë dëshmie në këtë rast, sepse janë përmendur në shkrime disa prej të cilave i ka mbledh tashmë Lëvizja Vetëvendosje, edhe sa i përket mandatimit të ti ose dikuj tjetër prej Lëvizjes Vetëvendosje, a ka bërë të qartë këtë Kurti nëse do e sjell një mandatare tjetër, para shumë sqarime mbi çështjen e mandatimit edhe një herë Lëvizjes Vetëvendosje, ku e njëjta është parë qartë të dielën që nuk i ka numrat e mjaftueshëm, edhe në përgjithësi konsiderohet si një zvarritje akoma më shumë edhe e mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Tani aty në takim nuk u sqarua domosdoshmërisht nëse do të vinë me propozim apo jo, mirë po përmend si mundësi e cila përfundimisht do të sqarohet në fillim të javës së ardhshme në takimin që do ta mbajmë. Të jemi të qartë me kushtetut lejohet që pra nuk ka ndonjë kufizim rreth asaj se cila parti mund të propozoj mandatarin e dytë. Sa i përket mandatarit të parë, është e qartë që i takon vetëm partisë së parë që ka dalë para në zgjedhje. Sa i përket mandatarit të dytë, mundet edhe i fundit me ardhë me propozim, përderisa ka argumente se ka gjasa për të krijuar shumicë. Tani lidhur me atë se cilat janë kriteret, ato nuk janë të përcaktuara në kushtetut. Ato janë lënë në diskrecion të presidentës. Por, në rastin konkret, por edhe për secilin president paraprak, obligimi i gjykatës kushtetuese është që presidentja duhet të bëjë çmos për të evituar zgjedhjet. Dhe mu do të më duhet ta dëshmoj që unë kam bërë çmos për të evituar zgjedhjet. Kushtetuta në 95 parashe mandatarin e parë, parashe mandatarin e dytë, e lejon diskrecion presidentës të vendosë kujt do t'ja jap mandatin e dytë, thuhet natyrisht edhe në kushtetutë dhe në aktgjykimet e gjykatës kushtetuese që fjala është për mandatar tjetër. Ky është citim i këtyre dokumenteve. Mirë po, unë nuk mund të paragjykoj se me çfarë propozimi do të vijë Lëvizja Vetëvendosje dhe a do të vijë me propozim apo jo, sepse sot thjesht u kërkua kohë për një takim tjetër të radhës, i cili gjithsesi është brenda fateve kushtetuese, sepse për këtë konsultim ne kemi kohë deri me 5 nëntor, pra nuk jemi jashtë afateve, por jemi brenda realizimit të obligimit kushtetues për të bërë çmos për eliminimin e zgjedhjeve si mundësi. Si që përmenda, asnjë kriter nuk është i përcaktuar në kushtetutën e Kosovës. Natyrisht, as nuk është që kërkohen në nënshkrime, nuk kërkohen domosdoshmërisht, ajo do ta lehtësonte shumë punën, mirë po nuk është kërkesë kushtetuese. Megjithatë, ne jemi në konsultime e sipër me ekipin tim rreth asaj se cilat do t'jenë, sepse ne do t'i kemi një sër kriteresh. Ta zëm nuk mund të mandatohet dikush që është involvuar në krim dhe korrupsion.
Tazëm nuk mund të mandatohet dikush që i shkel interesat e Kosovës. Pra, janë një sër kriterësh që do t'i marrim parasysh, që ndoshta nuk janë marrë gjithmonë në të kaluarën, por unë do t'i marr patjetër parasysh si kritere mbizotruese, por po e them prap, mos të paragjykojmë se a do të kemi propozim ajo, sepse do ta dim thjesht në fillim, në pjesën e parë të javës do ta dim se a do të kemi propozim apo jo, por duhet të ezaurohen të gjitha mundësit për parandalimin e zgjedhjeve. Atë detyrim e kam, dhe kushtetuta, siç e përmenda, nuk kërkon nënshkrime, por megjithatë kërkon që të shihen gjasat. Të shihen gjasat, të shihen mundësit dhe ato do t'i shohim, në qoftë se ka propozim. Atëherë përshëndetje, Venhari Sufi nga televizioni TVN. Zonja Osmane, dim që kemi një njohje të re nga Siria, më të na jepni ndonjë koment rreth kësaj ndonjë specifik dhe do të thotë involvimi juaj tek njohja e re e cila tashmë ka ardhur, angazhimi juaj në fakt, por edhe kur thoni që e keni do të thotë edhe momentin që të reflektoni që të kërkoni më shumë partive opozitare që të evitohet në fakt mundësia e shkuarjes në zgjedhje të jashtëzakonshme, çfarë i kërkuat në fakt partive, qoftë edhe lëvizjes vetëndosje, por edhe partive opozitare. Faleminderit. Sa i përket njohjes nga Siria, dua t'i uroj edhe një herë gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Natyrisht që Kosova meriton secilën njohje të pavarësisë së saj, sepse pavarësia e Kosovës është në përputhje të plotë jo vetëm me vullnetin e popullit tonë, dhe pas një sakrifice shekullore ndër brezash, por është njëkohësisht edhe në përputhje të plotë me të drejtën ndërkombëtare, siç është konfirmuar nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë para shumë vitesh. Pra nuk ka asnjë arsye të vetme që shtetet më të hezitojnë. Ne me Sirin kemi punuar që një kohë të gjatë, që nga ardhja në pushtet e autoriteteve të reja në Sirin e lirë. Unë kam rënë në kontakt me një herë, pas disa ditësh, me ndihmën e shtetit turk, kam rënë në kontakt me autoritetet e reja dhe me leadershipin e ri të Siris. Pra që nga ajo periudhë, kabineti im ka qenë në kontakt me kabinetin e presidentit të Siris, me ministrin e punëve të jashtme, dhe pastaj takimin e parë, siç e dini, e kemi pas në prill të këtij viti, para rreth 6 muajsh përafërsisht, dhe ka qenë një takim i shkëlqyeshëm, ku kemi diskutuar jo vetëm për vuajtjet e njëjta që i kemi kaluar, por njëkohësisht se si mund ta mbështesim si shtete njëra tjetrën në fuqizimin ndërkombëtar, shumë procese të tjera. Ne edhe pas atij takimi në prill, thuajse në baza ditore kemi qenë në kontakt, ekipi im ka qenë në kontakt me ekipin e Siris, dhe momenti i njohjes u përmbyll me takimin trepalësh në Arabinë Saudite, dhe me mbështetjen, siç e përmenda, të vazhdueshme të Turqisë dhe me leadershipin e lartësisë të tij mbretërore, princit kurorës së Arabisë Saudite, i cili e mori përsipër që të na bëj bashk dhe që akti i njohjes të kryhet pikërisht aty. Mendoj që është një akt me rëndësi historike për shumë arsye që i përmenda, por që do të ketë jehon pozitive dhe në shumë shtete të tjera. Ju siguroj që jo vetëm tani, por përgjatë gjithë mandatit, puna jonë dhe angazhimi ynë për arritjen e njohjeve të reja ka qenë e çdoditshme. Pra jo vetëm çdo javë, por çdo ditë kemi punuar, por nganjëherë frytet e punës nuk shihen menjëherë, dhe jam shumë optimiste që do të kemi edhe shumë lajme të mira në vazhdim, por nuk është në interes të Kosovës që ne të dalim me emra të shteteve. Ne kemi takuar edhe lider të disa shteteve tjera jonjose në Arabi Saudite tash që ishim, dhe në çdo shtet tjetër ku ka organizime multilaterale, unë takoj edhe shumë shtete tjera jonjose, por nuk i bëjmë ato publike, se qëllimi është i mirë, nuk është qëllimi që mos jemi transparent, por qëllimi është që derisa të kemi mundësi që të kemi një lajm pozitiv rreth njohjes, që mos t'ua hapim rrugën armiqve të Kosovës që të krijojnë bllokada, sepse siç e dini, Serbia me aleatët e saj janë jashtëzakonisht agresiv kundër Kosovës dhe sovranitetit të saj. Pra ne po punojmë kur pa ndalë dhe me mbështetjen e fuqishme të aleatëve tonë, dhe edhe tash e tutje do të vazhdojmë të bëjmë njësoj, me shpresën që shumë shpejt do të kemi edhe lajme të tjera të mira. Shtetet nuk kanë asnjë arsye mos ta njohin Kosovën. Te pyetja juaj e dytë, çfarë ju kemi kërkuar? Unë ju kam kërkuar shumicë.
ajo duhet të kërkohet sipas kushtetutës. Mirë po sot nuk ishte askush i gatshëm që të garantoj shumicën, megjithatë jemi ende brenda afatit kushtetues për të pritur një gjë të tillë deri me datën 5 nëntor. Me 5 nëntor pastaj e dim më qartë se a do të kemi mandatar të dytë apo jo. E dyta që ju kam kërkuar ishte buxhet për qytetarët e Kosovës, qoftë për 3 mujorin e parë, planin e rritjes mbi 800 milion euro për qytetarët e Kosovës, jo për partitë, shkojnë për qytetarët tanë. Dhe e treta edhe te i kalimi i krizës që e ka RTK-ja, mirë po do na duhet të punojmë ende me shpresën që spaku për ndonjërin prej këtyre mund të gjejmë zgjidhje përpara. E kemi edhe pyetjen e fundit. Kisha lut vetëm me mikrofon, kush e merr mikrofonin? Vetëm. Po, ju kisha lutë që rregullat e shtëpisë ti respektoni, po. Qëndresa Velagoshi prej Klan Kosovës. Atëherë me qenë se ka interpretime të ndryshme rreth çështjes nëse Kurti mund të jetë mandatar edhe një herë sërish të rimandatohet nga ju, është e qartë për ju se si duhet të bëhet nëse ju vije Kurti sërish si mandatar brenda këtij afati që i ha dhënë. Po ashtu në rast se ripërsëritën zgjedhjet siç ju është thënë sot në takim për shkak që pas përfundimit të mandatit tuaj në këtë rast, a do të merrni ju pjesë në zgjedhje, pra do të jeni pjesë e garës zgjedhore pasi t'ju përfundoi mandati juve, si dhe a do të ketë sërish takim nëse s'ka mandatar për të caktuar data e zgjedhjeve në datën 5? Sa i përket pjesës së parë, unë nuk e di kush i ka ato pa qartësi. A është deklaruar dikush që nuk ka qartësi rreth mandatarit tjetër? Ka interpretime të ndryshme. Po ju them shumë sinqerisht, nuk i kam pa. Ka interpretime të ndryshme, po thot burimi. Okej. Nuk i kam dëgju. Jo, sa për sqarim, unë ju besoj grave ma shumë, kështu që me qenë se thatë jo, mirë, po nuk i kisha dëgju, prandaj edhe ju pyeta. Nuk i kisha dëgju ato interpretime të ndryshme, nuk e di nga ku vinë. Po ju tregoj që aktgjykimi i gjykatës kushtetuese, një kemi në vitin 2014, një në vitin 2020 dhe një pastaj në vitin 2021. Janë 3 aktgjykime gjykatës kushtetuese që merren me këto tema. Dhe aty thuhet duhet ta caktoj mandatarin tjetër. Pra ashtu shkruan. Ato aktgjykime nuk i kam shkruan. I ka shkruar gjykata kushtetuese, gjykata kushtetuese. Ato aktgjykime me vetë faktin që e përmenin mandatar tjetër, interpretimi ynë është që nënkupton mandatar tjetër. A më duket e logjikshme një gjë e tillë? Nuk më duket as pak e logjikshme për një arsye shumë të thjeshtë. Një mandatar ndoshta sot nuk i ka votat, por mund t'i krijoj pas 2 muajsh, pas 2 javësh. Ne kemi parë në rrethonat politike në Kosovë, ka pasur raste ta zëm në vitin 2014. Në fund 2014-s partia që i ka fituar zgjedhjet i ka pasur vetëm rreth 30 vota në fillim. Pas disa muaj ishi bëri gati 80. Pra jo 61, gati 80 vota, sepse rrethonat ndryshuan 180 shkallë, duke befasuar shumicën dërmuese të qytetarëve të Kosovës. Pra koalicione politike janë çështje që nuk mund t'i parashikosh. Dhe një mandatar që dje si ka pasur votat edhe mund t'i krijoj brenda një periudhe, sepse ndryshojnë rrethonat politike, ndryshojnë interesat e partive, ndryshojnë qëndrimet e tyre siç i kemi parë në të kaluarën disa herë. Mirë po gjykata kushtetuese e ka thënë një gjë qartë dhe aty jo në një vend, por në disa vende përmendet mandatar tjetër. Po e them, a më duket mua e logjikshme dhe e drejtë? As pak. Mirë po, a është ky realiteti? Po. Dhe ne si institucione detyrohemi ta respektojmë atë realitet, siç e kemi zbatuar çdo aktgjykim tjetër të gjykatës kushtetuese deri sot, pavarësisht se sa na ka pëlqyer apo na është dukur i drejtë. Pra e pa drejtë po, jo logjike po, por është kushtetut. Aktgjykimet e gjykatës kushtetuese, siç e dini, e kanë fuqinë e kushtetutës. Nuk kam dëgjuar unë ndonjë interpretim tjetër pos këtij, kështu që me padurim do t'i gjej dhe do t'i shoh se me çfarë arsyetimi e kanë dhënë. Sa i përket zgjedhjeve, në qoftë se tash ta shohim si do të procedojmë pas 5 nëntorit, është vështirë të dihet a do të kemi
mandatar tjetër, a do t'i marrë votat mandatari tjetër, mos të paragjykoj situatën. Unë një gjë e kam thënë të qartë që do t'i shërbej qytetarëve të Kosovës pavarësisht nga cili pozicion mund t'ju shërbej, do t'jem në Kosovë, do të vazhdoj të punoj për Kosovën dhe besoj që akoma mund të jap kontribut, por atë vlerësim fundit e japin qytetarët, ata nuk gabojnë. Të nderuar, me kaq që përmbyllim këtë konferencë për media. Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. Po nuk të dëgjova që kam pyetje. Takim të radhës për caktimin e datës zgjedhjeve, unë i pyeta partitë politike a dëshirojnë ta kenë edhe një takim, kishte disponim të ndryshëm, megjithatë unë do t'i kontaktoj secilin prej tyre, nëse dëshirojnë me u taku edhe për datë zgjedhjeve mirë, nëse dëshirojnë atër 14 shkurtin e 2021 se pa ta caktu shpejt, po edhe ka qenë pandemi, ka qenë pak më vështirë me organizu takime të tilla sikur ky. Sot, kështu që i kam konsultu nëpërmjet telefonit gjithë secilin edhe pastaj kemi shku në zgjedhje. Kësaj radhe e shohim, nëse ata e shohin nevojshme, unë i mbledh prap dhe i diskutojmë datat, edhe pse e dini është 30 deri 40 ditë aty, eventualisht mundet me qenë vetëm një diel ose maksimum 2 të diela, nuk është që ka ndonjë as dëm, as ndonjë favor të madh. S'paku unë që e shoh që i bëhet kujt do qoftë. Për momentin jam e fokusuar për të gjetur këto pak ditë që kanë mbetur, në qoftë se nuk ka mandatar të suksesshëm të ri. Këto pak ditë që kanë mbetur ta shohim se a ka mundësi që s'paku të kemi zgjatjen buxhetore dhe planin e rritjes të miratuar. Këtë e kam fokus. Hajde edhe ti. Përshëndetje, faleminderit për mundësinë. Balan Rashidi Kasar prej Vox Kosova. Presidente, po më intereson me ditë si keni parë veprimet e fundit të deputetit Albin Kurti, i cili po sillet si me qenë kryeministër, edhe ka marrë vendime edhe kundër vendimeve të gjykatës kushtetuese, edhe kundër aktgjykimit fundit të gjykatës supreme. Sa do të marrë edhe një vendim për ngritje të pagave, të pensioneve, shtesave për fëmijë. A keni biseduar, ta mendoni që do duhet të respektohej spaku ligjit ose aktgjykimet e gjykatës e fundit ka qenë i gjykatës supreme, që ka thënë që asnjë vendim nuk është i plotfuqishëm, derisa deputetët që janë ministra votojnë për kryeministrin nëse merr një vendim. Çfarë do të thotë ai? Faleminderit për mundësinë. Për aq sa e kam pa unë, nuk ka pas vendime të ndara, por mund ta kem gabim, por ka pas një vendim të qeverisë së Kosovës për propozim të buxhetit. Tani kushtetuta e Kosovës ndër kompetencat kryesore që ja parasheh qeverisë është propozimi i buxhetit. E dyta, edhe ligji për menaxhimin e financave publike, por edhe ligjet tjera në fuqi janë veshin këtë drejt qeverisë. Për dallim prej, siç e përmenda, zgjatjet buxhetore që mund t'i inicojmë edhe ne të tjerët, pra mund t'i inicojnë edhe deputetët, mund ta inicoj edhe unë si presidente. Për t'i tejkaluar krejt këto interpretime që i dhat ju sot dhe shumë të tjera që i dëgjojme janë të kundërta me ato që ju i that, unë sot kam propozuar që në vend se të merret propozimi i buxhetit që bëhet nga kryeministri në detyrë, atëherë ta kemi një propozim për zgjatje buxhetore deri me 31 mars, të cilin e procedoj unë si presidente. Dhe gjykata supreme s'ka ndonjë vendim që mi kufizon mu kompetencat lidhur me një propozim të tillë. Dhe rrjedhimisht, edhe sa i përket planit të rritjes, i cili është janë 2 akte të cilat duhet të ratifikohen, 2 marrëveshje ndërkombëtare të cilat duhet të ratifikohen dhe kërkojnë 2 të tretat, edhe për ato, në vend se që të procedohet nga qeveria në detyrë, kam propozuar që t'i procedoj unë si presidente. Dhe aty nuk ka asnjë kufizim të vetëm. Dhe askush më nuk ka pastaj hapësirë ta ngrit temën a ka të drejtë, as ka të drejtë. A e ka shkel ligjin, a e ka shkel kushtetutën, sepse nuk shkelet asgjë. Neni 79 i kushtetutës, ligji për nismat legjislative, komentari e të tjera na japin këtë drejtë. Edhe deputetët, 6 deputet dhe mund të përzgjedhen, siç e përmenda sot, deputet që nuk janë edhe ministra në detyrë, pra 6 deputet i nënshkruajnë këto propozime, pra ka mundësi që të tejkalohen këto interpretime të ndryshme dhe të ecet përpara me vendime që janë vetëm në interes të qytetarëve. Unë nuk shoh që nga vendime të tilla të këtij kuvendi, që menzi u konstitua, do të përfitonte ndonjë parti në veçanti. Mirë po, në qoftë se nuk tejkalohet kjo situatë, edhe pse ekziston proceduralisht mundësia,
Atëherë shpresoj shumë që mos të ndodh, por mendoj që përfundimisht do të kemi dëmtim të interesave të gjithë qytetarëve nëse nuk arrim të kemi zgjatjet buxhetore dhe disa prej vendimeve të rëndësishme.